Një padi kundër kryeministrit Edi Rama është dorëzuar në SPAK sa i takon çështjes së Albanian Files dosja ku njësër star arkitektësh ndërkombëtar planifikojnë ndërtime në vijën bregdetare shqiptare përfshirë zonat e mbrojtura. 3 aktivistë sqaruan detajet. Vepra penale ndërtosh përdorim të detyrës, ndikim të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike, janë argumentuar ligjërisht dhe teknikisht në një material prej 70 faqesh. Të gjitha ata të cilët janë përpjese ndërhyrjeve në territor në mënyrë të paligjshme sepse janë kapërcyer fazat e aprovimit. 3 aktivistët që marrin pjesë edhe në protestën 74 ditore kundër qeverisë, e njohur si Revolucioni i Flamingove, thanë se njësër ekspertësh nga fusha të ndryshme që përfshin si arkitektë dhe avokat kanë shqyrtuar Albanian Files dhe kanë gjetur në këtë botim që tregon plane ndërtimi që kanë nisur të marrin jetë shkelje në projekte të caktuara. Rjollin për shembull kemi rastin që leja e ndërtimit, punimet kanë filluar një vit para se të dalë leja e ndërtimit. Divjaka është një zhvillim gati sa një qytet ku askush s'di asgjë përveç se atyre që janë duke u marrë me masterplanet. Për ne gjykimi tonë janë projekte korruptive, abuzive, komunitetet nuk janë pyetur fare, komunitetet banorëve, pra nuk din fare se çfarë ndodh në territorin e tyre. Konstatohet që ka investitorë strategjik për të cilët kanë filluar punimet ende pa marrë statusin e investitorit strategjik, pra ka një sër shkeljesh. Pa pyetur planet urbanistike, asgjë tjetër, pra janë qartësisht disa projekte korruptive, të cilat ne dhe abuzive, dhe të cilat ne kemi vendosur ti denoncojmë duke. 3 aktivistët përfaqësojnë një grup më të madh aktivistësh që kanë marrë në shqyrtim dokumentacionin dhe kanë verifikuar edhe gjendjen aktuale të zonave ku janë bërë planifikimet.